Forumi për ndryshimin e arsim ka prezantuar gjetjet kryesore të indeksit të transparencës së universiteteve në Maqedoninë e Veriut. Organizatori Blendi Hodaj theksoi se si forum për ndryshimin e arsimit e cilësojnë transparencën si një parakusht për menaxhim të mirë të universiteteve publike, por në të njëjtën kohë edhe si një parakusht për arsim më cilësor. Hodaj deklaroi se nga rezultatet vërejnë që ka një trend shqetësues të mos transparencës sistemike, ku për shembull vetëm 2 nga 7 universitete e publikojnë informatorin universitar, ku gjithashtu tregoi se informatori universitar është dokumenti ku oficializohen vendimet e rektoratit dhe senatit. Ne përgëzojmë Universitetin e Europës Juglindore në Tetov që është e ranguar si në vendin e parë si universiteti më transparent, më pas është në vendin e dytë e bashkëndajnë Universiteti Shënkiriri dhe Metodit dhe Universiteti Goce Delqevi i Shtipit. Në vendin e katërt është Universiteti Shën Apostoll Pali i Ohrit. Në vendin e 5 dhe 6 universitete pjesërisht transparente është Universiteti Shën Klimenti i Ohrit në Manastir. Dhe në vendin e 6 Universiteti Nën Tereza në Shkup, ndërkaq si universiteti vetëm jo transparent në vendin e 7 është Universiteti i Tetovës që gati se nuk publikon as raporte vjetore financiare, as buxhet vjetor, as informatorin universitar. Ai njëkohësisht njoftoi se nuk është vetëm një instrument matës, por është një thirrje për reformë, një thirrje për krijimin e një kulture të transparencës së llogaridhënies dhe të cilësisë në arsim.